Ndërkohë këto podcastet të cilat i përmende me ish ministrat, me ata të cilat në një periudhë të jetës kanë kontribu diçka në shëndetësinë e vendit tonë, do t'i përdorni në mënyrë që të keni material për të ngritur kauzën tek Ministria aktuale, apo do t'i përdorni për kauzat që të di rrugës do t'i ndërtoni dhe ndryshoni me prej kësaj atë vaksinës me kalun diçka tjetër? Po kjo është shumë pyetje me rëndësi dhe vetëm në atë kontekstin e përgjithshëm me theksu se shëndeti apo shëndetësia nuk mundet me përmirësu vetëm prej një sektori, prej sektorit të shëndetësisë. Ne duhet të angazhojmë edhe të bashkëpunojmë me gjithë sektorët e tjerë. Këtu sidomos është sektori financave. Edhe duhet me konsideru apo me pas parasysh se shëndeti nuk është shpenzim, nuk është kosto, është investim. Sa më shumë që të investojmë, ne do të kemi më shumë rezultate më të mira, që do të thotë kemi me pas edhe zhvillim ekonomik më të mirë, potenciali njerëzor është më i mirë, më pak shpenzime pas një kohe. Tani, qëllimi krejt kësaj është që këtu përvoja të mira ti i bëjmë evidente, njërë që me në ndihmu edhe neve me mësu, ma shumë edhe me përshpejtu agjenden. Sepse edhe pas disa viteve ne i kemi përmend edhe përmes video gjirimeve se sigurimi shëndetësor ende nuk janë funksionale. Edhe kjo është një barierë për të gjithë neve. Ka kosto për të gjithë neve, sidomos kur të sëmurimi me gjithë respektin për punëtorë shëndetësor që të bëjnë punë jashtëzakonshme, po në disa raste ne duhet të blejmë barna apo të bëjmë shpenzimet e tjera. Dhe kjo është përsëri një barierë, e posaçërisht për familjet që janë për shembull në gjendje me të ardha më të ulta. Dhe në këtë aspekt ne mendojmë se vlerat e tyre, puna e tyre, kontributi i tyre mundën me na ndihmu për me orientu në politika apo në praktika të cilat janë zbatueshme. Janë më praktike, janë më efektive për shëndetësinë apo për sistemin shëndetësor.